إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, ata e lavdërojmë, atij jemi mirënjohës, atij kërkojmë ndihmë dhe mbështetje për të arritur çdo të mirë të dunjas dhe ahiretit. Tek ai kërkojmë strehim dhe mbrojtje, të na ruaj nga çdo e keqe që na kanoset në jetën e kësaj dunjaje dhe në ahiret. Atë që Allah subhanahu wa taala e ka futur në mbrojtjen e tij, ai është i mbrojturi, i udhëzuari, ai që nuk ka pse të friksohet dhe as të brengoset. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë prej tyre. Njeriu në jetën e kësaj dynjaje, o vëllezërit e mi, nuk është lënë i qetë dhe për të jetuar pa kundërshtar. Ai ecën drejt Allahut në një rrugë të mbushur me sprova, kurthe, armiq, vështirësi dhe pengesa. Dhe në fakt kështu është jeta e dynjas. Dhe kjo është e pashmangshme. Këta armiq përpiqen të largojnë nga udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala dhe nga rruga e shpëtimit. Të gjithë ne jemi me këmbët në këtë rrugë dhe kërkojmë të synojmë shpëtimin e Allahut subhanahu wa taala. Kërkojmë të dalim faqebarë tek Zoti xheleshanu. Por ja që udhëtimi yt në këtë dynja, o vëllai im, nuk është i vetmuar. Ti je i shoqëruar nga këta armiq. Këta armiq nuk janë gjithmonë të dukshëm. Se atë që e shikon përpara dhe di që ke armik, i shmangesh dhe mundohesh të ruhesh prej tij. Shpeshherë janë disa armiq që e shoqërojnë njeriu dhe ndoshta ai mendon se i ka miq, madje edhe punon për ta, pa e ditur. Prandaj është e nevojshme që njeriu të njohë armiqt me kujdes, në mënyrë që të mos punojë kundër vetes në udhëtimin drejt Allahut xheleshanu. Këta armiq të fshehtë, po i përmend shpejt e shpejt me pika për të vazhduar pastaj ndoshta në hutbe të tjera më hollësisht rreth këtyre armiqve. Ndër këta armiq, vëllezërit e mi, janë epshet e shpirtit, dëshirat dhe shfrenimi i nefsit të njeriut. Këto shfaqen kur njeriu fillon ta ndjek atë që dëshiron nefsi i tij pa ju kthyer udhëzimit të Allahut xheleshanu. Pa qenë i kujdesshëm, çfarë do Zoti dhe çfarë nuk do Zoti. Pra nxitohet në ndjekjen e epshit. Të tilla janë për shembull dashuria e tepruar për famë dhe për të dukur mes njerëzve, ndjekja e kënaqësive të ndaluara, përtatësia ndaj adhurimeve, zemërimi pa kontrolluar, zilia ndaj njerëzve, mandjemallësia dhe vetpëlqimi, si dhe dëshira për hakmarrje dhe dominim mbi të tjerët. Shpirti vazhdimisht e thret njeriu drejt rehatisë së çastit, edhe nëse ajo e largon nga shpëtimi dhe nga qëllimi që ka vendosur vetes. Ti ke qëllim të arrish xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, përjetësinë tek Allahu subhanahu wa taala. Po ja që njeriu është brymosur i tillë në një farë mënyre që ta dojë të shpejtën. Khuliqal insanu ajula, u krijuar njeriu që të jetë nxituar, e do këtë të shpejtën. Këtë që e shijon tani në moment, jo atë që premtohet. Prandaj ky lloj armiku është i vështirë, vëllezër. Dhe do kujdes që të qëndrosh me të. Gjithashtu, pra armiqve janë vezveset e shejtanit. Pra vezveset janë mënyrat që shejtani mallkuar përdor dhe përpiqen nëpërmjet tyre ta devijojë robën hap pas hapi. Dhe vezveset nuk vinë në një dorë të vetme, vinë dal nga dal. Ai sa të manipulon mendjen dhe shpirtin. Dhe të bën që mos e ndjesh fare vetë se ti je larguar nga xhedeja. I larguar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Të tilla janë për shembull, ja zbukurojnë gjunahun derisa ti duket i lehtë gjunahu. Pra në fillim e ka të vështirë gjunafin, pastaj dal nga dal, ja zbeh atë peshën e gjunahut derisa i duket i thjeshtë. A thua sikur s'ka bërë gjunah. E shtyn që ta vonoj pendimin, hase do pendohem, hase ka kohë, hase Zoti është i mëshirshëm. Jemi të rinj akoma, Zoti do na jap mundësi. Unë e dua Zotin etj. Ja hap derën e dyshimeve në fe. Shpeshherë me gjithë to që janë për hapur tashmë, dyshime të shumta në fenë e Allahut, në besimin, a ka vërtet Zot apo në mos kjo që është kaq e madhe,
a ka vërtet xhehenem apo xhenet etj, dyshime në shpirt, ti sjellni mallkuari, që të bëj të mos e ndjesh rëndësinë e fesë. E të mendosh që feja, më thjesht feja është moral, nuk ka lidhje fare me tilla gjëra. Ta bëj të thjesht të largohesh e ta lësh atë. Të futesh në fajësi në adhurim, edhe nëse adhuron, të futet nga një port tjetër, që të shtiresh me adhurimin, të shtiresh se ti je i zgjedhur i Zotit etj. E bën të humbas shpresën mëshirën e Allahut, pra e fut në gjunafe të shumta dhe pastaj për ta prerë fare rrugën e tij thot ti s'ke më pendim. Ja fut shpresën tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ky vezves është mënyrë që përdori mallkuari, shpresa është e hapur dhe asnjëherë nuk mbyllet derisa të lind dielli nga perëndimi, ose njeriu të vi vdekja. Sa kohë je gjallë, elhamdulillah, ke mundësi të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala. Zgjidh rrugën, merre udhëzuesin Kur'anin dhe vazhdo. Gjithashtu nxit përçarje dhe armiqësi, organizon dhe angazhon njeriu domethënë me gjëra të cilat janë të kota. Derisa zemra të bëhet e shkujdesur nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Pra të preokupon me gjëra të kota. Gjithashtu, për armiqve vëllezërit e mi, janë mashtrimet e dynjas. Janë ato gjëra që bën njeriu të harrojë përkohshmërinë e kësaj jete dhe ta lidh zemrën me të. Të harrojë ahiretin. Kështu për shembull për këtyre armiqve që çdo ditë përballemi vëllezërit e mi është garimi i tepruar pas pasurisë. Krenaria me pozitën dhe ndikimin, magjepsja pas luksit dhe rahatisë, zhytja në argëtime që vrasin zemrën dhe vrasin kohën, që është malli jot, pasuria jote. Koha është pasuria jote. Matja e vlerës së njerëzve vetëm me pasurinë që kanë në dynja, kjo është vlera që u jepet atyre. Frika e tepruar për furnizimin, a thua se do vdesësh të nesërme dhe do të mbarojnë furnizimet për ty, ndërkohë që ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës dhe kujdeset për krijesat. Pra, kjo e bën njeriu frika e tepruar për furnizimin. E bën njeriu të largohet. Dhe shpresa e gjatë që bën njeriu të harrojë vdekjen dhe takimin me Allahun. Pra do jetojë gjatë, bën plane të mëdha. Edhe nëse arrin mosh të shtyr, prapë vazhdon të bëj plane i shkreti njeri. Ndërkohë që nuk e di që edhe i riu të mos mendoj se ka kohë të gjatë përpara. Vallahi. Mund të vijë edhe Allahu e di subhanahu wa taala se kur i vjen koha. Gjithashtu nga armiqtë e vëllezërit e mi, ndikimet që largojnë zemrën nga Allahu subhanahu wa taala. Janë shkaqe që gradualisht e ftojnë lidhjen e robit me Allahun subhanahu wa taala. Për tyre janë ato që ndikojnë në këtë drejtim dhe kanë armiq, që ti ndoshta e shikon si miq dhe argëtim. Shoqëria e keqe, dëgjimi dhe shikimi i haramit, largimi nga Kurani, paksimi i dhikrit, zhytja e tepër në përjete dhe kotësira sot me këto mjetet që kanë dalë, mos përfillja e namazit dhe adhurimeve, qëndrimi vazhdueshëm në ambientet ku gjunafet bëhen normale dhe nuk ndihen më si gjunafe, dhe është pjesë e tyre edhe as që ndjen më si gjunafe tek Zoti subhanahu wa taala. Këto janë porta vëllezërit e mi përmes të cilave zemra do bësohet. Sa më shumë njeriu të neglizhon ato, aq më shumë rrësohet zemra, derisa fillon ta shohë të keqen si të mirë dhe të mirën ta shohë si barr, si rëndes që nuk e përballon dot. Prandaj një prej gjërave më të rëndësishme për robin e vëllezërit e mi është të njohë armikun e tij. Nëse nuk e njeh armikun, atëherë më fal, në çfarë lufte je futur? Dhe çfarë fitore pretendon? Nëse nuk e njeh armikun tënd, ta njohësh armikun me kujdes, në të gjitha hollësitë e tij. Dhe ti jesh i kujdesshëm për mënyrat dhe rrugët e tij, me të cilat ai të sulmon. Dhe të dish dhe rrugës si të mbrohesh prej tij. Kjo është pjesë e domosdoshme e fesë tonë vëllezërit e mi. Feja islame ka ardhur pikërisht për këtë çështje. Ti ofroj njeriu të mbrojtje. Dhe istiadhja që ne po flasim në këtë hutbë për këtë flet. Pra kërkimi i mbrojtjes tek Allahu subhanahu wa taala të ruaj nga këta armiq. Pjesë e këtyre masave theksoj edhe një herë njohja e armikut tënd. Njihe me kujdes. Për këtë arsye vëllezërit e mi, dietarët i kanë kushtuar rëndësi të madhe njohjes së armikut i jashtëm, të brendshëm dhe betejës së vazhdueshme që i duhet besimtarit të bëjë. Ndërta është edhe Imam Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft, dhe besoj që do të ketë disa hutbe në lidhje me këtë lloj armiq që njeriu të kuptojë realitetin ku ndodhet. Dhe të jap hakun kësaj lufte, se vallahi lufta që po e zhvillon për fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk është luftë që gjithmonë të bëhet me armë. Pra lufta bëhet fillimisht siç do të vi edhe dhe më vonë në hutbet e tjera inshallah. Pra lufta bëhet fillimisht me veten tënde, pastaj me shejtanin e mallkuar, pastaj me gjithë çka për të arritur që ti dalësh faqebardh.
Nuk mundet do më të dalësh fitimtar pa njohur armikun tënd, o vëllezërit e mi. Thot Imam Ibnul Qayyimi, dhe ne do të qëndrojmë inshallah me këto fjalë të sjella nga ky autor në librin e tij Zadul Ma'ad për furnizimi për ditën e premtuar. Armiqtë e njeriu dhe lufta kundër tyre, thot ai. Duke qenë se xhihadi është kulmi i islamit, apo kubeja e tij. Dhe ata që e zhvillojnë atë janë banorë të gradave më të larta në xhenet, atëherë padyshim që profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu që i zhvilloi në gradë më të lartë këtë luftë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, xhihadin në rrugën e Zotit. Ai provoi dhe praktikoi të gjitha llojet e xhihadit. Ai u përpoq dhe luftoi në rrugën e Allahut me gjithë zemër, duke ftuar në këtë rrugë dhe duke i qartësuar atë njerëzve. Ai luftoi me shpatë dhe me trup. Çdo çast i jetës së tij dhe gjithë qenia e tij, zemra, fjalët dhe trupi ishin në funksion të luftës dhe përpjekjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, krijuesit që na ka sjell. Për këtë arsye ai u bë më i lartë dhe më i lavdishëm që përkujtohet ndër njerëz, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai u bë më i miri edukator dhe më i miri shembull që duhet të ndiqet. Kështu ndodhet me ata që përpiqen dhe luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Atyre takon madhështia dhe fama në këtë jetë dhe padyshim të ti do të jenë edhe në ahiret. Nëse qëndrojmë pak te kjo fjalë e Ibnul Qayyimit, Allahu mëshiroft, nxjerrim disa mësime të dobishme inshallah. E para, madhështia e vërtetë o vëllezërit e mi nuk arrihet me rehati, por me përpjekje dhe sakrificë. Sa më e madhe të jetë lufta e robit për hir të Allahut, aq më e lartë bëhet grada e tij. Dhe nëse kërkon xhenetin Allahu subhanahu wa taala, mos kujto se arrihet me thjeshtësi kjo punë. Se s'bën duhet kalosh në për këto nivele, në për këto grada, o vëllezërit e mi. Së dyti, profeti nuk ishte vetëm mësues me fjalë, por shembulli më i plotë i njeriu që jetoi me të vërtetën dhe për të vërtetën. Me zemër, me fjalë, sakrificë, durim dhe përkushtim të plotë. Shembulli i tij është i qartë në librin e Allahut subhanahu wa taala, edhe në sunetin dhe traditën e tij, të folur, të shkruar dhe të vepruar, të jetuar prej tij. Luma ai që e merr dhe lexon dhe ndjek këtë rrugë. Xhihadi nuk kufizohet vetëm me luftë fizike. Ai fillon me luftën kundër vetes, kundër epshit, durim dhe bindje, thirrje në të vërtetë dhe përballimin e çdo lloji pengesa dhe sprove që del në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thjesht qëllimin e ke të qartë, nuk ka rëndësi pengesat që dalin, duhen kaluar. Sido, ose përpiqu dhe vdis duke kaluar ose duke luftuar për to. Kjo është e rëndësishme. Sa më shumë njeriu të jeton për një qëllim të madh, aq më shumë ngrihet mbi jetën e zakonshme të tij. Pra ngrihet lart. Profeti sallallahu alaihi wasallam u bë më i lavdishmi dhe më i zgjedhuri sepse e harxhoi jetën e tij ose e shpenzoi jetën e tij për fen Allahu subhanahu wa taala dhe jo për veten e tij. Kjo është lartësimi. Pra të jetosh jo për veten tënde, për të përmbushur dëshirat e saj, por për të lartësuar fen Allahut që të arrish atë që premton Allahu subhanahu wa taala. Nderi dhe lavdia dhe emri i mirë ndër njerëz nuk fitohen me pasuri apo famë boshe, por me sinqeritet dhe sakrificë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Më i miri, më emër mirë në dynja do të jetë ai që më shumë sakrifikon në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Njeriu që jeton vetëm për dynjan, zakonisht harrohet shpejt. Ndërsa ai që jeton për të vërtetën, Allahu i lartëson përmendjen në tokë dhe në qiell. Edhe nëse në tokë ndonjëherë mund të urrejnë në një farë kohe, ai vazhdon dhe del në sipërfaqe, edhe me shekuj më vonë, dhe shfaqet emri i tij ndër botë, edhe ndër njerëz. Pastaj mos harroj se më e rëndësishme është të jesh i përmendur lart në qiell tek Allahu subhanahu wa taala. Çdo pjesë e jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam ishte adhurim dhe përpjekje. Kjo e mëson besimtarin që feja nuk është vetëm momente të caktuara, dhe një pjesë, një kohë e përcaktuar e hequr nga koha jote. Shkon fal namazin, bën disa punë, në një agjerim, kur vjen muaji i agjerimit, në një sadaka dhe kaq u mbyll feja e Allahut jo. Nëse shikon fen vetëm kaq, atëherë Allahu mustan, Allahu na ndihmoft. Nëse shikojmë vetëm që sot hoqa dhe fala ose lexova kaq minuta Kur'an, se me orë s'bëhet fjalë. Allahu mustan. Përpjekja në rrugën e Allahut është shkak për ngritjen në dynjë dhe në ahiret. Allah nuk ka për ta humbur lodhjen dhe përpjekjen e atyre që e bëjnë për hir të tij. Nuk e humbet Allahu subhanahu wa taala. Mund mos ketë rezultate të dukshme në momentin në dynjë, por vallahi ato rezultate do të shfaqen.
do të jap Allahu subhanahu wa taala rezultatet me mënyrën që di ai. Një prej mesazheve më të mëdha është se njeriu duhet ta pyesë veten, o vëllezërit e mi. Për çfarë po jetojmë tani? Çfarë qëllimi kam? A vërtet e synoj xhenetin e Allahut? E kam zemrën të lidhur me përjetësinë? Dhe ky është problemi i madh i vëllezërit e mi. Elus Allahu subhanahu wa taala të na ndihmojë. Nuk është e thjeshtë padyshim se jeta, rutina të merr në një formë të tillë që njeriu harrohet. Por duhet, kjo është lufta dhe përpjekja e njeriu. Kalojmë te një pjesë tjetër e fjalës së Imam Ibn Qayyimit. Gjihadi i hapave të para të Islamit ishte qartësimi i të vërtetës me argument. Pra, nëse dikush thot si ja nisim luftës dhe përpjekjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Gjihadi në hapat e para të profetit sallallahu alaihi wasallam ishte qartësimi i të vërtetës ndër njerëz. Nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë mos pretendoj askush që mund të kalojnë për nivelet edhe për shkallat e larta të gjihadit. Pra, fiksojeni mirë të çështje. Allahu i madhruar urdhëroi profetin sallallahu alaihi wasallam që në Mekë për gjihad, kur tha, sikur të kishim dashur, ne do të kishim dërguar në çdo vend banim qortues. Profet. Prandaj ti mos ju bind jo besimtarve. I thot Allahu profetit sallallahu alaihi wasallam, hapat e para të profecisë ishte mes kurejshve, i dhujtarëve në Mekë. Nuk ishte as forcë, as ushtri, as trima që ta shoqëronin dhe ta ndihmonin. Ishte me kokra numëroheshin, dhe ata pak që ishin, nuk ishin fuqi dhe forcë. Në këtë kohë zbret Allahu subhanahu wa taala dhe i thot, ti mos ju bind jo besimtarëve, mos ju bind jo besimtarëve në atë që kërkojnë prej teje. Dhe lufto kundër tyre, o jahiduhum bihi jihadan kabira. Dhe lufto dhe bëj gjihad kundër tyre me një gjihad të madh. Me çfarë? Me çfarë? Me këtë Kur'an. Pra lufto kundër tyre me këtë Kur'an. Mënyra se si lufton besimtari sot, lufton jo besimtarën me çfarë? Me Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala. U tregon njerëzve qëllimin e jetës së tyre. Dhe bëhet përhapës i hajrit. I tregon që o njerëz, për këtë na ka krijuar Zoti subhanahu wa taala. Ta adhurojmë Allahun xheleshan dhe të kthehemi tek ai. Në këtë sure, e cila është shpallur në Mekë, Allahu i madhëruar urdhëron që ndaj jo besimtarëve të zhvillohet xhihad. Pra xhihadi nuk është vetëm me luftë, madje më i madhi xhihad është përhapja e hajrit. Dhe profetët të kanë pasur. Nuk kanë fituar ndonjëherë muslimanët, dhe e vërteta nuk ka fituar me forcën e madhe fizike apo ushtarake. Asnjëherë në historinë e njerëzimit. Dhe kjo është një mësim që merr nga gjithë profetët e Allahut subhanahu wa taala. Ata kanë fituar vetëm me çfarë? Me pastërtinë ndaj të vërtetës, me sqarimin e saj ndër njerëz, me përhapjen e hajrit. Po ata janë edhe burra. Nëse ka ardhur puna që të qëndrojnë, të ruajnë veten, familjen, nderin, fenë e Allahut subhanahu wa taala, nuk pyesin fare. Por nuk është kjo ajo që të themi janë dalluar muslimanët. Gjatë gjithë historisë janë dalluar edhe një herë me lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Dhe çfarë sinqeriteti kanë pasur në lidhje me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala dhe përhapjen e saj ndër njerëz. Pra ky është urdhri i Allahut subhanahu wa taala drejtuar profetit sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarëve të parë në fillimin e shpalljes. Imam Ibn Kathiri shpjegon dhe thot, duke përmendur disa ajete të tjera për treguar që profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgua si profet për gjithë njerëzimin. Se Allahu xhaleshanu në këtë ajet çfarë tha? Sikur të kishim dashur, do të dërgonim në çdo vend barim qortues. Por Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij zgjodhi që Muhamedi të jetë profeti i fundit. Dhe pas dërgimit të tij nuk ka më profet. Ai u dërgua për të bardhë dhe për të zinë, siç vjen në hadith do të vi më poshtë. Dhe pasuesit e fesë së tij janë të ngarkuar që të përhapin të hajër ndër njerëz. Dhe kjo është një luftë që duhet ta bëjnë se s'bën, nëse duan të jetojnë në hajër dhe në mirësinë në dynja dhe në ahiret. Pra, thot Imam Ibn Kathiri, Allahu i lartësuar thot në ajete të tjera, mua më shpallur ky Kur'an që me të ju tërheq vërejtjen juve dhe çdo kujt që i komunikohet ky Kur'an deri në ditën e gjykimit. Ose thot në ajetin tjetër, edhe ky është një libër që ne e zbritëm atë, ky Kur'an pra. Ai është i begatshëm, mubarakun, dhe vërtetues i shpalljeve të mëparshme. Pra, ligjet e tij nuk janë të reja për njerëzimin. Gjithë profetët në jetat ligje kanë pasur. Ky Kur'an dhe
Feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i fton njerëzit që adhurojnë Zotin përmes ligjit të tij, siç ka qenë gjatë gjithë historisë. Ne e shpallëm atë për të paralajmëruar nënën e vendbanimeve, që është Mekka, wa man hawlaha, dhe gjithë ata që janë rreth rrotës, pra gjithë botën. Ata që besojnë ahiretin, besojnë edhe në këtë libër. Dhe ata janë të rregullt në namazin e tyre. Dhe thot në ajetin tjetër, thuaj o njerëz, ja ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Unë jam i dërguari i Allahut ndër ju për të gjithë, pra për të gjithë ju. Në dy sahihe transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë, unë jam dërguar si profet për të kuqtë dhe për të zinjtë. Sërish në dy sahihet, në një hadith tjetër pra thuhet, çdo profet dërgohej vetëm për popullin e vet, ndërsa unë jam dërguar për të gjithë njerëzit. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i dërgoi këtë mesazh në vijim të këtij ajeti, prandaj mos i dëgjoj jo besimtarët dhe lufto kundër tyre me këtë Kur'an, me një luftë të madhe, me xhihad të madh, me këtë Kur'an. Pra kush është xhihadi i madh që urdhëroi Zoti? Luftë me këtë Kur'an. Përhape këtë ndër njerëz. Kjo është ajo që udhem më së shumti mohuesve, sepse nuk e duan fjalën e Allahut përhapet dhe të kuptohet ndër njerëz. Më pas vijon Imam Ibn Qayyim dhe thot, xhihadi ndaj hipokritëve është më i vështirë se xhihadi ndaj besimtarëve. Pra, ti je detyruar të përhapësh hajrin, por je detyruar që të luftosh dhe nga kësaj kategorie tjetër, edhe kjo do të vijë në hutbë më vete me lejen e Allahut subhanahu wa taala, sepse secili nga këto kërkon mënyrë se si duhet të sillesh dhe se si duhet të zhvillosh luftën me ta dhe përpjekjet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra xhihadi kundër tyre është më i vështirë se xhihadi ndaj besimtarëve. Ata që zhvillojnë këtë xhihad vëllezërit e mi kundër hipokritëve, atyre që shtrembrojnë fenë e Zotit dhe e pengojnë atë, ata janë më të veçantët, më të dalluarit e këtij ummeti. Janë trashëgimtarët e profetëve dhe janë dietarët e fesë së Zotit subhanahu wa taala. Ata që zhvillojnë këtë xhihad janë të numëruar në botë. Janë pjesëmarrës të vazhdueshëm dhe bashkëpunojnë mes njëri tjetrit për hir të Allahut subhanahu wa taala, për të parapur hajrin, për vendosur të mirën dhe për larguar të keqen. Edhe pse janë më të pakët në numër, ata janë më të lartët në gradat që meritojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Xhihadi kundër munafikëve vëllezërit e mi zhvillohet në shumë fusha dhe mejdane dhe shpresoj që në pjesën e dytë të hutbes të përmendim disa prej tyre, shkurtimisht sepse kjo do të vijë shtjelluar me lejen e Allahut subhanahu wa taala, në të tjera hutbe me lejen e Allahut azza wa jall. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Përpjekja kundër munafikëve zhvillohet në shumë fusha dhe mejdane. Sepse rreziku i tyre nuk qëndron vetëm tek harmisia e hapur, por te shtremrimi i vërtetës, dobësimi i besimit, imanit dhe goditja e ummetit nga brenda, duke bërë të paqëndrueshëm, të pa aft të përballet me çdo lloj armiku tjetër. Prej medaneve më të rëndësishme të këtij xhihadi, vëllezërit e mi, siç e thash me pika thjesht për të medituar dhe menduar, është mejdani dijes dhe argumentit. Duke qartësuar të vërtetën, duke zbuluar devijimet, duke hedhur poshtë dyshimet që përhapin, duke mbrojtur fenë me argumente nga Kurani dhe Suneti, që aq shumë ata e sulmojnë përmes rrugësh dhe mënyrash që njerëzit mashtrohen se mendojnë se janë prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Së dyti mejdani i thirrjes dhe edukimit, duke mësuar njerëzve akiden e pastër, atë që ka dashur Zoti në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Duke forcuar imanin me këshilla dhe duke qenë ndihmë për vëllezërit dhe për veten tënde para së gjithash që të forcosh imanin në Zotin subhanahu wa taala. Duke edukuar popullin që të mos mashtrohet nga fjalët dhe sjelljet e tyre. Të mos afrohet, misohet me të tillë njerëz, por qëndrojë afër xhamatit dhe besimtarëve të mirë. Ata i këshillojnë njëri tjetrin për hajër dhe bëjnë punë të mira, dhe njeriu duket nga frytet e veta. Nuk ka nevojë që të sforcohet robi për ta dalluar. Duket njeriu, ka bërë Allahu subhanahu wa taala.
Wala ta'rifannahu fi lahni al-qawl, thot Allahu subhanahu wa taala. Do të njohësh ata nga fjalët që thonë dhe nga veprat e tyre, do njohësh frytet e tyre duke qartazi. Mejdani i zbulimit të metodave të tyre devijuara. Edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e luftës kundër tyre. Zhvillohet në heshtje, me përhapje diturie. Sepse këta për kjo kategori njerëzish, munafikët, fshehin realitetin e tyre. E zbukurojnë të kotën dhe hynë tek njerëzit me emra dhe parrulla mashtruese. Hynë përmes mënyrave domethënë që e mashtrojnë njeriu. Muslimani është i mirë, është i sjellshëm, është i dashur, edhe respektues i tjetrit. Nëse sillesh mirë me të ose përdor mënyra për t'u afruar, ai vjen dhe afrohet. Po nuk mashtrohet tërësisht muslimani. Prandaj duhet që këta të jesh i kujdesshëm. Ndonjëherë mund të duhet të thuash dhe jo. Me mirësjellje, por edhe të largohesh. Edhe ti tregosh që nuk janë pjesë e jote. Sepse punët e tua tregojnë që pengon hajrin, pengon të mirën. Dhe ti po dëmton fenë Allahut subhanahu wa taala, po dëmton njerëzit që përhapin fenë Allahut subhanahu wa taala. Pra, ky ishte mejdani i zbulimit me metodologjive të tyre dhe metodës të tyre devijuar. Gjithashtu mejdani i mbrojtjes së sunetit, profetit sallallahu alaihi wasallam. Mbron hadithet, pra duke u larguar nga ato që janë të dobta, të trilluara, kotësira dhe pralla që tregojnë dhe tregime që s'kan asall dhe origjinë, qartësoja njerëzve se feja Allahut subhanahu wa taala ndërtohet mbi argumente të saktë. Thot Zoti, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në argument të saktë. Pra tu qartësosh njerëzve kush janë burimet e sakta, dhe kjo është pjesë e kësaj lufte të domosdoshme. Gjithashtu, duke mbrojtur metodologjinë e selefëve, të parë të këtij umeti, që ishin sahabët. Pra duke përhapur atë ndër njerëz në mënyrën se si e kuptuan librin e Allahut, se e kuptuan profetin sallallahu alaihi wasallam dhe hadithet e tij. Përhape këtë metodë ndër njerëz me urtësi, me sjellje të mirë dhe me moral të mirë. Gjithashtu, duke refuzuar çdo shtrembrim ndaj fesë dhe çdo shpifje ndaj dietarëve dhe njerëzve të mirë që përhapin fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kujdesur që mos bëhesh pjesë në pengimin e njerëzve nga dituria, pengimin e njerëzve nga njerëzit e dijes, se kjo do të jetë përgjegjësi për Allahun subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Mejdani i medias apo i fjalës publike, sepse shumë prej luftrave në kohët e sotme kundër islamit zhvillohen përmes propagandës mediatike dhe për gjithë mjetet e sotme të informacionit dhe përhapjes së tij. Gjithashtu, domethënë, ata e bëjnë këtë nëpërmjet manipulimit të mendimeve. I bëjnë gjunafe duke normale dhe sulmojnë identitetin islam, sulmojnë islamin në bazat e tij. Dhe kjo është luftë që sot po zhvillohet në formë të frikshme. Dhe ky është mejdani i të dishmeve. Atyre që janë të aftë, të punojnë në këtë drejtim, duhet ta hedhin. Një fjalë që mund ta shkruaj, një kundërshtim që del atij që punon dhe flet kundër islamit ose shpif kundër islamit, Kuranit, profetit sallallahu alaihi wasallam, kjo është pjesë e domosdoshme e kësaj lufte. Mejdani i durimit ndaj shpifjeve dhe presioneve. Edhe kjo është një përplasje me munafikët, se ata janë të aftë ta bëjnë këtë punë. Ushtrojnë presione, ushtrojnë domethënë lloj-lloj mënyrash që ta vështirësojnë dhe ta vendosin njeriu në siklet. Pra, mund përballesh zakonisht me ta me akuza, izolim, shtrembrim i fjalëve dhe i qëndrimeve të tua dhe sulme ndaj reputacionit të njeriut që punon për fenë Allahut subhanahu wa taala. Mos u çudit me këto gjëra. Këto gjëra ndodhin dhe kanë përndodhur gjithmonë. Por qëndro në rrugën tënde me sjellje të mirë, me moral të lartë, ashtu si thot Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Bëj atë që urdhërohesh dhe ktheu shpinën xahilëve, ignorantëve. Lerja atë. Lerju Zotin. Mos u merr me ta fare. Pra do përballje edhe në këtë aspekt. Mejdani i ruajtjes së sunetit dhe ehli sunetit, sa ta fusin përçarje, ndezin konflikte, do bësojnë njerëzit e të vërtetës nga brenda, duke marrë pjesë prej tyre. Dhe kjo bëhet shkak për përçarje dhe dobësimin e muslimanëve, mos arritjen e qëllimit që kanë për hapjen e fesë Allahut subhanahu wa taala, hapjen e xhamive, mbushjen e tyre me besimtar dhe shpjegimin dhe shqyllimin e fesë Allahut si një grush, si një dorë të përhapin dhe të bëjnë hajrin. Gjithashtu është mejdani i sinqeritetit dhe pastrimit të qëllimeve, o vëllezër e mi. Sepse një prej armëve më të forta kundër hipokrizisë është sinqeriteti.
me Allahun subhanahu wa taala. Sinqeriteti në fjalë, në atë që thua. Çfarë synon me të? Synon kënaqësinë e Allahut, synon qartësimin e të vërtetës, rënimin e të kotës dhe atyre që e përkrahin atë, elhamdulillah, vazhdo. Frika ndaj Allahut dhe përputhja mes fjalës dhe veprës. Kjo është arma më e fortë e besimtarëve të mirë. Nëse fjala jote përputhet me veprat e tua, atëherë elhamdulillah je në rrugë të mbar. Askush nuk mund të të dëmtoj. Thjesht vetëm fjalë që thuhen, ose mundimet e kësaj dhunjaje që as vlen të përmenden. Gjithashtu është midani i urdhërimit për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, duke mos heshtur përballë devijimeve, imoralitetit, shtrembrimeve të fesë, dhe kjo bëhet e vështirë, pra edhe kur kjo, bëhet e vështirë dhe e papëlqyer për nefsin, sepse mund të ketë pasoja, vazhdo në këtë hajër. Sepse je urdhëruar të urdhërosh për të mirë. Nëse nuk e bën muslimani i mirë, i sinqert, ai që do xhenetin Allahu subhanahu wa taala, kush do ta bëj? Nëse nuk e bën ai që synon kënaqësinë Allahu xheleshanu, kush do ta bëj këtë gjë? Fundit mos shpreso, pretendo se do rregullosh ti. Është Allahu që rregullon, ti bën detyrën tënde. Arrin shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj rezultati është në dorë të krijuesit. Bëj atë që urdhërohesh dhe elhamdulillah e ke shlyer dhe kryer detyrën. Dhe mejdani i qëndrueshmërisë në kohë provash. Sepse munafikët zakonisht shfaqen më fort në kohë krizash, dobësie, frike, përplasjesh, duke përhapur dëshpërim dhe dobësim tek muslimanët. Është zakoni i tyre. Kjo është koha kur nxjerrin kokën. Kur ndjen se, domethënë ka rrezik për ta, po i dridhen këmbët, atëherë hapin gojen dhe flasin. Kjo është koha pra edhe një herë kohës provash. Është kohë domethënë që njeriu të jetë i qëndrueshëm, të vazhdojë në parimet e tij, elhamdulillah. Prandaj Imam Ibn Qayyim e konsideron këtë xhihad më të vështirë se armiku i jashtëm. Sepse armiku këtu flet me gjuhën e muslimanëve, vishet me petkun e fesë dhe shpesh godet nga brenda safit të ummetit, nga brenda rreshtit. Për të arsye, edhe ata që kundërvijen kësaj pale janë dietarë të sinqertë, trashëgimtarë të profetit, besimtarë të sinqertë që ndjekin rrugën dhe janë të qartë në atë që ndjekin, dhe ata që mbrojnë të vërtetën me dije, urtësi, durim dhe qëndrueshmëri o vëllezërit e mi. Lutë Allahun subhanahu wa taala na bëj të vazhdueshëm në rrugën e tij. Lutë Allahun na bëj të qartë në udhëtimin tonë drejt tij. Të na ndihmojë subhanahu azza wa jall me dije të dobishme, me vullnet dhe ambicie për të bërë punë të hajrit, të na jap durim dhe forcë për të vazhduar. Wallahi shpërblimi i Allahut është i madh. Dhe çmimi i tij është xheneti i Allahut subhanahu wa taala, nuk është i pakët. Lutë Allahun të na mundsoj me bujarinë dhe mëshirën dhe mirësinë e tij. Së fundi vëllezërit e mi, çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ashtu sikur se Allahu azza wa jall urdhëron dhe thot në librin e tij, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.